Ka pas disa lajme ku vetvrasi ka lënë porosi, domethënë nga presioni i fajdexhive. Po, Lekt është ato kishin me paston lekt e keni ju me na majt ligjërata, po hajde pagujmi borxhet, thonë çka janë bën këto miliona ku bën borxhe. Andaj po vet vrana dhe po rahatona. E para është problemi se nuk zgjidhen problemet ekonomike me fajdexhi. Vet emri fajdexhi, kamatash, nënkupton me automatizëm padrejsinë zullumin, sepse ai të merr domethënë 1/3 e parave tuaja e më shumë se shkon tu rrit ajo pastaj. Vonesa e lajmës borxhit, derisa bëhet domethënë kamata ose fajda më e madhe se vetë borxhi. Edhe andaj fetarisht rregullat islame e bëjnë të qartë shumë mirë sepse nuk ka zgjidhje problemi ekonomik me kamat. Përkundazi, kamata e dobëson ekonominë dhe zhvillimin ekonomik, tash kjo është lëmi tjetër që na domethënë kemi akoma me sharu. Andaj na I këshillojmë njerëzit mos tentojnë me zgjidh problemet ekonomike me fajdexhi, me kamat. E dyta problemi I kamatazhëve, I fajdexhive, domethënë duhet me pas frikën e Allahut edhe mos me nxjerr I ndyrën njerëzve me këtë sistem, se është zullum padrejti dhe ata nuk kanë mjekzuar pasuri që e fitojnë me fajde. Edhe ata janë gjakpirës realisht njerëzve. Edhe këta zullum që bën njerëzve, që va marrin shtëpiat, va marrin kerret, va marrin arin, va marrin domethënë gjërat më të shenjta që kanë njerëzit për shkak vonesës së larjes së borxheve, kam ju dal për huni ajo ndonjë. E mos flasim për dënimin që I pret në ahiret. Edhe pastaj domethënë e treta I themi na këtyme që thonë hajde miloj borxhet, po tamam se ka borxhe që janë të logjikshme, ka borxhe që kanë një si më thon kufi të racionalitetit. Edhe mundesh me kuptuar, për shembull, je kon shumë I smund, ki pas nevojë për operim emergjent, s'ke mund me gjet parë, ki marr të fajdexhia dhe këtu zakonisht njerëzit solidarizohen. Ama ti më marr për shembull, apton borxh kredit e fajdexhit për me ndru për shembull orendit e shtëpisë. Kur kush sa kupton këtë nevojë. Ose për me ndru kerrin, me bleni kerr më të mirë. Kur kush sa kupton këtë nevojë. Ose zoti mos e bëhet që ka kësi raste vetëm me shkum pushim, thënë. Edhe thash, hajde ti më laj borxhet. Jo, kur kush ti la borxhet. Ama po nëse ke marrë të parët se tu kanë ndesh shpejt edhe s'ke mujt me gjet për një rast operimi urgjent, këtë njerëz solidarizohen me ty. Megjithëse ke gabue, apet dalin ndihmë. Kështu që varet për rastit, ama ne I themi ti Allahu të ka dhënë mend, feja të ka dhënë udhëzime, shoqëria të ka dhënë ndihmën, edhe zakonisht shumica e njerëzve që kanë probleme ekonomike ka përcej me ndihmën sociale dhe ndihmën humanitare që bën njerëzit në vendet tona. Qortimi është shumë në rregull. Mirë, po personi mo veç ka hin fell. Edhe është çish me ai gishtin pi altis. E marrim atë e para domthon flasim me të tregojmë se kjo që ti bën që zgjidhje nuk është zgjidhje. Sa I borxhi ngelet te fëmijët e tu. Ti ki bë do vjet, ki do njerëzi, ki do një përvojë, mundesh me punu, mundesh me siguru para, ma fëmijët e tu. Domthon faktikisht I lë ata dhe më keq sa që ke qenë ti. Andaj vetvrasja nuk është zgjidhje. S'ka është zgjidhje, I themi pendohu te Zoti fillimisht për këtë vepër që po. E dyta domthon pendohu në mënyrën se si ti ke vepruar. Edhe nisja puno me drejtësi, puno me djers, edhe nisja laj borxhin më sa mundesh dhe kërkon ndihmë prej tjerëve me borxhe jo të fajdexhive, borxhe njerëzve human, që ti lash borxhet e fajdexhive e masë ka pak ti thesh borxhet e njerëzve human, edhe këtu kemi pas bashkëpunim sa të dush. Shef njëri kur të pendohet te Zoti, Allah I bën rrugdalje. Jep zgjidhje dhe rrugdalje. Andaj ajeti kuranor është shumë I qartë, ai që ka frikë Zotin, Allahu I jep atij rrugdalje dhe zgjidhje dhe e furnizon ka nuk e pret. Na kemi raste, na kemi treguar për desë, plemëzit ndëgjosh një këshill temën që kisha thonë, ai kur vajza domethon ka desh me la borxhin babës. Po. Në TikTok e kom postu për atë ditë. Don ajo ka thonë, un jam I gatshëm të martona edhe me një plak veç t'ja loj borxhin babës sepse e du babën më shumë se vetveten time. Edhe ka ardhur ai plaku me pretekst martesën, ka thonë, "Çe borxhin e babës, edhe shko çe parë ti për ty, shko marto me ka dush se masi ti e do të çash shumë babën tan, edhe kanë e gatshme me sakrifiku jetën tonë, ardhmërinë tonë, atë ti meriton çdo ndihmë dhe përkrahje ndihme." Edhe ka plot shembuj të këtilla. Nuk kanë fantazi atin, po janë ndodhi reale që I kemi lexuar na domethënë për njerëzve që I kanë përjetuar ato raste ose do thotë I kanë dëgjuar për vet protagonistëve këto raste.